Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht në njënë do të shtojmë një vezë të plotë. Te veza do të shtojmë gjysmë gotë e çaji me sheqer. Nëse e matni me lugë gjelle, do të përdorni dikon 4 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë njëherë e përzijemi vetëm vezën edhe sheqerin. Unë po bëj masa pak më të vogla, por nëse juve ju nevojitet më tepër, gjithmonë mund të dyfishoni të gjitha masat që unë po i përdor gjatë prezantimit të kësaj recete. E tundim mirë njëherë, vetëm vezën edhe sheqerin, diku për 2-3 minuta, duhet që ta përzijemi mirë, derisa sheqeri drejta duhet shkrihet tërësisht te veza. Tani shtojmë edhe vajin, njëjtë edhe vaj, do të përdorim gjysmë gotë e çaji, ose nëse e matni me mililitra, 50 mililitra me vaj. Dhe përsëri duhet që ta përzijemi. Pra kjo recetë shkon kështu, duhet patjetër që ta bëjmë përzierje, që të na del tatlia sa më e mirë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin, por si gjithmonë duhet që të bëjmë kujdes me miellin. Masat për këtë tatli janë 1 gotë e gjysmë miell, por njëherë do ta shtojmë vetëm gotën e plotë. Pra 1 gotë, 200 ml plot me miell. Tani duhet që të shtojmë brenda soda bikarbona, 1 lugë çaji me soda bikarbona. Vazhdojmë tani me dorë, duke përzier dhe duke formuar një brumë të mirë dhe të lëmuar, njëjtë sikur kur përgatisim tatlia ndryshme. Por është mirë që miellin ta shtojmë pak nga pak. Ashtu do ta kontrollojmë më mirë brumin. Duhet që të shtojmë vetëm edhe pak miell, prandaj ju thash kujdes me miellin, sepse gjithmonë mielli ndryshon, varet nga madhësia e vezës që e kemi përdor, varet edhe nga madhësia e gotës dhe nga lloji i miellit. Vazhdojmë tani që ta ngjeshim mirë brumin e tatlisë. Kështu duhet të duket brumi, një brumë mesatarisht i butë dhe i lëmuar, dhe duhet që ta ngjeshni derisa brumi t'ju lahet nga dora. Në total përdora 1 gotë plot me miell dhe 1 lugë gjelle plus nga gota. Tani marrim një tepsi, tepsia që unë po e përdor është numër 28, pasi masat që unë po i bëj janë për një tepsi të vogël si kjo. Te tepsia poshtë kam shtuar vaj, gjithashtu do t'i bëjmë edhe duart me vaj, që ta kemi më të lehtë për t'ia dhënë formën tatlisë. Vazhdojmë tani, marrim nga një top të vogël, e lëmojmë mirë dhe e shtrojmë në tepsi. Nuk duhet që të vendosim shumë afër njëra tjetrës, duhet që të lëmë nga pak sprastir. Të dashur miq, unë fitova fiks një tepsi, si kjo të mbushur për plot me tatli. Vazhdojmë tani që t'ja japim formën, marrim kështu një kapak dhe e shtypim kështu në mes. Lehtë, shpejt, thjesht, super e shijshme, një ëmbëlsirë e cila me të vërtetë meriton që të provohet nga të gjithë. Vazhdojmë tani, e fusim në furrë të parangrohur në 220 gradë, duke pjekur dikon për 20 deri në 25 minuta. Ndërkohë që tatlia është duke u pjekur, ne do ta bëjmë gati edhe shërbetin. 1 gotë 250 ml plot me sheqer, vazhdojmë që ta shtojmë në një tenxhere. Në të njëjtën sasi duhet që të shtojmë edhe ujë, 1 gotë 250 ml plot me ujë. Përzijemi mirë, përpara se ta vendosim në zjarr që të zihet. Vazhdojmë tani në zjerje, fiks për 10 minuta. Tatlia është pjekur, e kam larguar nga fura, do të lejoj që të ftofet dikon 5 deri në 7 minuta, pasi duhet që tatlia të jetë e nxehtë kur t'ja shtojmë shërbetin. E tani vazhdojmë që ta shtojmë shërbetin mbi tatlin. Shërbeti është i nxehtë, kam lejuar që të ftofet dikon 10 minuta, po ashtu edhe tatlia është ftofur vetëm 10 minuta. Pra që të dyja duhet që t'jenë të nxehta,
por jo val. Duhet të sigurohemi që do të ambulojmë mirë tatlin me sherbet, pasi kjo tatli e tërheq shumë sherbetin. Tani duhet vetëm që të prisim 1 deri në 2 orë në frigorifer, derisa tatlia të ftofet dhe vazhdojmë që ta shijojmë këtë ëmbëlsirë të vjetër, por me një shije unike. Dhe të dashur miq, tatlia tani ka pushuar mirë në sherbet, po e vreni që edhe ngjyra tani që ka pushuar është bërë edhe më e bukur. Vazhdojmë që ta servojmë dhe si gjithmonë që tregoj edhe juve nga afër se si duket recita. Dhe pra të dashur miq, tatlia tani është gati për të vazhduar dhe për të shijuar. Shpresoj që do ta gatuani edhe ju këtë recetë dhe do ngjileni të kënaqur. Deri në videon e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.